Po, imagjinojmë sikur kemi një kuti të madhe. Brenda saj ndodhet një kuti pak më e vogël, dhe brenda saj një tjetër, e kështu me radhë. Në kutinë më të vogël fare ndodhet një thesar, për shembull ndodhet numri 1. Për të gjetur thesarin, ne duhet të hapim kutinë që kemi në dorë. Nëse ka një kuti tjetër brenda, e përsërisim veprimin, domethënë bëjmë thirrje rekurzive. Nëse kutia është e fundme, nuk ka më kuti, atëherë kemi gjetur rastin bazë. Tani mbyllim të gjitha kutitë me radhë duke u kthyer mbrapsht. Nëse nuk do të kishte një kuti fundore, rasti bazë, ne do të vazhdojmë të hapim kutinë përgjithmonë. Në programim, kjo do të bllokonte kompjuterin tonë. Në vazhdim, shohim kodin në Java për rekursionin.